kontakte me Adnan Merovcin përkrahet nga ujë rrugove Medika dhe Vipa Chips. Plaku i urtë i Kosovës, Baca Halit Idris Mengjiçi, i lindur në vitin 1939 në Lupç të Epërm, për arsye familjare, në vitin 1970 shprëngullet në Vushtri. Ai është vëlla i 6 motrave, Elife, Emine, Hyr, Mete, Rukie dhe Ajshe, tani e ndjerë, si dhe i 4 vëllezërve, Sabit, Ferat, Gjevat dhe Milaim. Ai po ashtu është edhe gjysh i 10 mbesave dhe nipërve. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Fakte, në ciklin e ri, Plest e urtë Kosovës. Baca Halit ka 3 djem, Osmanin, Bekimin dhe Aslanin, si dhe 3 vajza, Hadien, Nailen dhe Kadën. Ai është edhe gjysh i 20 nipave e mbesave. Me Bacën Halit kohë më parë kemi bashkë biseduar afër urës së Gurit në Vushtri. Le ta ndjekim në vazhdim. Shikues të nderuar, sot ndodhemi në Vushtri, Viciana, Vicitrin, Vicianum, vend i lashtë me një histori shumë të bekat. Dhe më sakt, sot do ta zhvillojmë një bashkë bisedim me një plak të urtë të Kosovës, me një njeri që jeta e tij don të thotë shumë. Ai ka lind vitin 1939 që i bie se luftën e dytë botërore ka kalu si fëmijë. Por megjithatë ka diçka që duhet të mbaj mend edhe nga ajo fëmëri dhe për krejt jetën dhe peripetit kryesisht të popullit shqiptar në këtë periudhë. Ai quhet Halit Mengjiçi, vjen i lindur nga fshati Lupçi Epër, komuna e Podjevës, dhe dikun vitet 70 kanë kalue për çështje pasurore, për çështje të zhvillimit të familjes në komunën e Vushtrisë. Baca Halit, mirë se erdhen këtë emisionin tim Fakte, mirë se ju gjej në Vushtri, në këtë ambient ku në prapavije kem urën e Gurit. Faleminderit për juve, që më keni bërë shopë, më keni thirë, nera jo rrit, gjithashtu tonëve, po mas është dy. E une, ta shka di, shka kom përjetu, mëj me të kalëzuba, po për shka zdi. Baca Halit, kur u pam sot, Po. më the, para do dite kom qit lot. Po, vëllat. Pse qita ta lot? Meritoj unë me qit lot ti për mu? Që meritën ti se ti ke pos vujtje dhe moja me Rahmetlin, me Brahim Rëgovën. E tash kur i shkullë në Beograd e këqysh kejt aty, mua mërë vajo dhe më kajta që i e pështua. Edhe u pështua Brahim Rëgova, Rahmetlia pej ati atentati ka mujtë me konë. Po ashtu që ka desh zoti i një pështu mirë, ajo dek të nej, Rahmeti po shpirti, ti e me gjallë, ti man krejtë të vujtja të hjekare, shkom qaj përsëriti, shu shi di, po ti din, edhe për që ata mund dullen lëf. Falënderit shumë, Zoti të rujt për krejtë këtë. Edhe ti Allah i të rujt, Allah i të një mëvë gjithë. Baca Halit, qa mund më na kujtue për fëmënin tonë, qa është ajo që të kujtohet në qitë moment fëmënia jote? Ti ke lind vitin 1939, në prag të luftës dytë botnore. Po, me gjithate, a ka diçka si hije e manë menë, se me gjithate ke qenë fëmijë i vogël? Po, moj men, kër e me ikë me shkua në Zhelivërd, të familja zhe Zhelivërd,
me shumë antarë, me shumë hjeka, edhe kemi nejtë një kohë aty pak, jo shumë, jemi këthyja për të vend tënë, edhe ka njësë me nga platë shkit. Kush? Velikoresh, shkit e Velikoresh. Kush? Partizant? Po. Po partizanta s'kan luftu për të mirë të popullit këtu kundër Gjermanëve, a? Nuk diju për çka ka luftu. E tash. Kanë hjek shqiptarë, do me thonë. Po, qyq. Hjek, sa duesh edhe pe i vandazët të ujtë. E ka të konë një jagra bëfsi, ajo konë fort trim, fort burë, konë ofër neve këjshi, grabafsjen, e aji ka prish sytë, o konë i zutë, ja, largonë më smengu është një vazhnin, edhe ata e në largue. Edhe jemi dalje me shku në lëpës. Mbjemnin e ki Mengjec. Mengjec. Ky mbjemën është karakteristik pak. A ka Mengjec në Kosovë shumë? Cila historia e familjes tonë, si Mengjec? Po që jenë dalë, po të mund pej lupë që ka në pej Mengjec, ka disa vena në Prishtinë, në përshirë këtu, se jo, kështu që Mengjec ka. Çka din për historitë Mengjecve? Për historitë Mengjecve di më thonë që jemi konë të matretuar pej Serbëve. Cila është historia e këtij mbjemnit Mengjec? Do me thonë, a ka Mengjec Kosovë të tërkun? Ka e keni prej ardhjen? Ishtë veç pej Shqipnije, e ardhë, thoni edhe një vend, dikun ka nejtë, por nuk më kujtuat ku, por ma shkur në Vosel jemi vendës. Novosel, Vushtris. Maxhunit. Maxhunit, komunës Vushtris. Po, komunës Vushtris. E atëherë na jemi shku në Lëpës, e ai vllau me këtu, të një oshtarë edhe ai sot i thëmë një vend në rruga Maxhunit. Edhe ai s'ka desh me nejtë, të të varë ka. Ta shka janë në Vosel, na jemi në Lëpës. E ashtu që mirë e këshuj me ta, kur që mi prish diçka. Mirë shumë. Jënë bojdara ata me neve me maltën, se na kem pas malë shumë. E ashtu që qashtë. Bacalit, ca të kujtohet tash prej kësaj fëmënie ma të rritën pak, që mban mend, shokun këtu gjendja shqiptarve. Do me thonën, po flasim se kjo është periuda mas luftës dytë botnore, kur e ka marrë Tita në dore, o konë periuda shumë e rondë për shqiptarët, ka qenë akcioni arme, koha Rankovicit. Çka ma në mend që mundesh më ne të regu e sot në këtë rëfim? Që në perdja kur e jekë, e maj men mija. Perdja? Perdja, shpeqe kam thonë. Po, E maj men mija. Feregje, si Feregje, po. E maj men mirë, e kam të vun një jodë, e ka pas emnin Isha jo zëtë i shpisë. Kojtë nonën e u kanë halkut dru. Mirë për baba jam u konë pak që në sy, e thëtë një tjetër vlau po shka ju. Edhe shkanë thëtë shkove që heqe me i herë që të thëtë. Që shkanë a i thëtë, e drezë, të shok të vëllau shku dikon, të që kje thëtë vlau. Ata e këpërë thëtë po. Edhe a i shka për i shpija. E ta shërë aksioni puzhe, a i me të thaj, zjarëm sa duesh, mirë për baba i ka pas push kalti. Po i kanë lypë edhe automate, i kanë lypë dhe shumë gjona, po shumë rëndësia jo. I këtë që aty i ka dërzua. Pushën edhe altin. Edhe u konë një milic, Rostem Byty që i theshin shqiptar. E i thëtë ati komandon të që thëtë, më t'i kum lypë që t'alti thës ma ka dhonë. Edhe thëtë, që e dha, ho. E aje ka marë, që e Rostemi ka marë, që konë alti di që e thëtë. Ashtu që 9 vjetë, atë nësë kemi posë lejet vëtimit. 9 vjetë. Ju si familja? Si familja nja, 2 shpi, 3. Pse? Pse keni asë më bujakun mik, e keni Aziz Zilivodën mik, a shvim Breznisën u babgjysh, shërif të stenë nip dhonëri jo në djallë latë, ashtu që i bajagi edhe cubat balistat që në vranë maltëndë. Familje reakcionare, familje po kundër shtetit. Kundër shtetit, që di tha që shtetë në fond Berova, di që Po. E ashtu që nash kemi pas asë lejës votimit 9 vjetë. Asë më regjistru në shkolla, asë ka mund që asë një migë, ku pas në shkolla.
Heq, që ashtu që kemi pas vujtet mëdha. Bile si do mos baba, mje kesh me thonë, që dimnit nuk ka pas javë që shu shku 3 ditë bërgë. 3 ditë, mas pakti, një javët janë mujt me orë 4-5 ditë. Qasë shumë ka pas vujtje, shëbet që ti rrithet që tash. Ashtu që unë tash, 59 të në kom qunë Dubrovnik që i thmi, me largu pe veni. Zdeke marrë për morë, dishujë në miqë. Kanë ashtu? Babën. Shi. Edhe qëjnë Dubrovnik edhe vendosët atje, unë rrinja 5-6 muaj e shaj, më rriti se po shkujt. E pse qut atje? Me ikë për i shkive. E pse në Dubrovnik? Pse mangat që kështë ku qënë. E qka ka buaj atje? Ka punua? Ka gjallnua? Ka punua në firme. Edhe ka punua një 2-3 vjetë dhe rëgërit, të një kanë qënë Zagreb firmja, në Zagreb ka nejtë një 10 vjetë. Dhe cili është fati ma të tjeshëm i babës si e ke qunë Dubrovnik? Fati ma të tjeshëm i babës i pështaj pej stupci. Edhe mo në thërsin po shish aty, edhe mo se kanë marë, nuk e kanë marë mo. Sa ka nejtë Dubrovnik? Dubrovnik ka nejtë 2 vjetë, Zagreb ka nejtë një 70-10. Baca Alit, a ke shku në shkollë hiq? As i ditë. Pse nuk ke shku në shkollë? Mas vari për të kalëzej, jem kanë vra që i thëmin një kamë. Edhe shkova në shkollë, urdova, e vrava apet, një farur e keqen. Edhe mo të në thash nuk më i shkaj në mo, s'moj, pak që i lërë shkolla, edhe në shkolla. Dhe kjo është arsuja vetme? Vetë arsuja vetme që vetë shkom desh me shku, se shkom mujtë. Me qka je marë mandej, dhe më thonë vitin 59 ti ke pas 20 vjetë dhe je koni rritune. Po. Me qka je një marë, qysh ke gjallnuet me kryesisht babën në këtë kohë pas ke pas jashtë? Po. Familja, qysh ka funksionue? Funksionu, familja, unë e më konë si përgjësi familjes, një mizë kom pas, po s'ka deshtaj me marë përgjësi. Baba atje, unë e kom punu tëkën edhe kom malin e dërzavë se kemi pas ngatë. Pa i dërzavë se ka marë dërzavë, s'po të në të konë. Po na prejshëm në to. Edhe bashëm i darëm me malë. E kom par 4 vllaznikëm. Ku në Lëpqa? Po. 4 djetë mizë, tani kom shkollua me malë. Shi. Po vëllaj, me kumpira, po së edhe kumpira, me shumë. Ashtu që nuk i kemi pas kesh shkollim. Do me thonë ti i ke detyrua ta me shku në shkollim, ja ke ditë rëndësinë shkollimit, apo? Po vëllaj. Dhe i ke ndihmue për me shkue, me mbaru shkollë. Shumë. Edhe baba ka pas shumë në shkollë, shumë. Ashtu që mirë, po të një fati që dullim për atyt, se na kemi hjek pak në Lëpqa. Pe dhe tjera gjona. Pse, qka? Shpo du mi përmend. Pe regjimit ta? Pe regjimit, po pe... Dhe pe njerëzve aty? Pe njerëzve. Me po babën që orë me erë thejshin orë. Do me thonë e paracetshin? Po, Allah. Ka pas afije gjithë ka? Sa Allah Zoti gazep bënë në ta, se pas a Zoti bëllë zina kanë bërë. Neve na kanë bërë një djallë të habit kusherinit të bankerat. E kanë vëlla një Bajram Januzë të konë kretari Katunit. Atë kohë. E kanë vëlla një dush janë në ta. I las dush e shëri frezë. E ka pas një atë 4 i kanë bo pathora aty qica, pse i keni majtë balishtat. I kanë bo pathore që aty. Aty u konë, në të prezent u konë një tërsten, një adem tërsten u konë gjykat që të në bështëri. E vaj që ka dytë kush jam o, ka folë qështu, jam konë një luftë në Lëpqë. Po të një kur i kanë vara me keqja qështu, da, shumë më kanë dhimë dhe ka honë qiqa ushtarëve vrani, ju në boharë dhe me vra, që kanë vra ata ushtarët. Ka thonë një ma gjëpë i vështënës qiqa banë unë me vra. A i ka dekleru vetë në gojvet, ka banë.
Edhe i ka vrasë ma gjupi, vështërënës i ka vrasë 4, tank. Mi po të si ndërë që ajo konë buarë madhe shtirë o konë, vjenë që në katon aty, jo të na, po të një kushëri, edhe thëtë, shkanë baba. A bën me të veti që thëtë, fali drezë. Qështë që ne kemi obeqaj me vërrus, a bën thëtë, po shrirë shkë. Atë që të nuk ishe lisisë, po ishe njeri. Edhe shkën baba i përësit katune, shkojnë e marrin, e i vërrusin. Kur i vërrusin ta, konë aty një farë likësie, një farë gazepi, një farë sen, po si gjitha qaj, ka pas donë që veç atë gjale ka pas, ja kanë vërës aty. Po ajo ka bogajet. Aja biti që po të fjallë në konë në Shqipni balist. Edhe vikë për këtu të shku në Shqipni, kur ka liftua zogu në zim ti në unë se bajmen, ka unë të shakon aty ty be një ksalon kurat teriteri me marë, Junanit. Shte? Po, atash aj ka një, Po flitet për qamëri poshtë, po. E ka një zogu, ka quët 4 vetë me marë kuasht, a i shikon me thonë të bërlu ka ku. Ku shë këta vit lapi, thëtë une, aty shumë, qumë thëtë me ka quë zogu me të marë edhe e merë. Një Hamit Këtëri, që lë me babë vetë aty, thëtë, pëse bre bjerë thëtë e latë vetë në abitin, thëtë, babë thëtë me konë t'i shka dru, abiti kishë marë pushkën. Po mos me zgash shkën, thëtë zogu e ko farë zgjidhi, thëtë ko. Qyshtë. Edhe ma shkurt e bënë qatë zgjidhe, e bënë qatë ashi edhe në gjerë apetat venë. Edhe zogu i ka thonë, Rametlis, hajde, meri fëmin hajde në Shqipni, këtu kjë qëtë venë. Sot e ko për më ndërën në vlerë. Ashtu, a? Abet lapi, po. Bashkë kështeri babës. E përmende 2-3 herë Qiqa, kush është Qiqa? Qiqa u konë kryetari i krejt ushtërishë, të atëhershme. A i ka pasat sunimin në ndërë. Emnin e ka pas shtua? Qiqa i theshin. A funksioni ka qenë? Funksioni, nuk e di, vetë Qiqa i theshin. A i bëj kezijet erë? A i zëtën. Po qërën më thonë tash mos me se adaj që o shka me në gjitë fjallë, shka nevoj, pak i kënë gjithë gjinën, sy pak tije, që që. Se i këshonë baba diçka për njonin, aty e dresët, qëri veç punë tua. Se ky vallahi i ka majtë cubat qëtu, ushtrinë e ka shri qëtu. Pacalit, ballistat, a kam pas për krahjen popull? Qëre tash drejt me thonë, për një pjesët ka thonë të në po. A për tjera pjesë nuk kanë pasë shumë, po ma shkurt, që shtu kanë marrë ka pak diçka. Se flitet, do me thonë edhe dijet historikisht, vetë kundërshtimi Shaba Polluzhës e Mehmet Gradicës, do me thonë situata që lidhet me podjeve, gjatë kërkesës, do me thonë, të ushtrisë për me shku në front sremet, ato sene i dimna, po më përgjithsi populata, qysh është sjellë ndaj tyne kundër partizanëve që kanë qenë? Vallaj, gjithë kur shkyrë për shkam si kur pare si manum. Pacalit, po shkojmë matutje, po vinë viti akcioni armëve, koha Rankovicit, përgjot Rankovicit, demonstratat e vitit 68, kërkesa për Republike Flamore, do të drejta në vitin 74 me një ndrim kushtetutit. Ka mund me thonë për këtë periudhë? Qysh është gjinë populli, njerëzit? Po që njerëzit asaj koha jënë konë njerëzit. Njerëzit jënë konë. Se në gjarët e cëllën që në tha, një barelev së udhra të gjyqin në Prishtinë. Baba i tina ka pas emnin Miza Halit, vlaja ka pas emnin Qazim, gjalli Qazim, Mehmet në duket. 16, 17. E kanë lyp, qysh e kanë lyp, drejtat, shjo ka dhonë, një kanë vraj, kanë matletua qysh. Po tash të tjetër në periud,
Po kanë vrarë shumë, qysh e din ti, kanë rreshë shumë. Më konë migja jam ku vrajnë fete hëmullja. Vitin 1989. E tash, migja aty kur zdua ajo Rametnika, ka nga një kusheri është halesë dhe zonë, para me është. Edhe kuj bërë të thonë, ktheu shpinën, mëse kthe kryet anena. Dhe që të shuhin, që ka pas i këmisht barë. Dhe ishe kopin edhe shpëngojnë, ashtu që gaze po konë, thej kemi gja. Një lupë që të vështë ka qia kanë bëjemnin, në jënë dajtë nënës, thaja e plaguna dhe tonë dërë, e unë e më shku këm pa, e kësha dajtë nënës, edhe o mërzit që në tonë, po mi po baba së mërzit, as djalli heqë. Jo të kërë unës. Gacalit, tash në këtë periudën që folëm dhe në vitin 74, kur ndru kushtetuta e shqiptarët i kanë fitu do të drejta universitetin e dosene, populata edhe ti që kam bërë në mend, qysh ka qenë aji ndjesia ndaj regjimit Titës edhe vetë Titës. Shqiptarët qysh e kanë trajtu e Titën në përgjithësi, tash ty ditë që gjithë shka ka ndodhë në regjim ti. Asë mund të thojmë që ajë se ka ditë që api ndodhë shqiptarëve edhe në kohët Rankovicit. Edhe Rankovicin se ka larguaj për shkak shqiptarëve. Po me gjithate, po më interesën mendimi jëtë edhe personali jëti për Titën, po edhe që ta mërmenja populata qysh e ka pas mendimin për Titën. Qëre, për Titën unë i kom një popull ka thonë, pak si kur ujë si dhe të i kroni. Thonë, fjellët e ka qitë, por ja kanë prish qita që i përmene, edhe populata sërbë edhe vola dhe shqiptare, ja kanë prish. Se aje ka qitë matë këfjellët. Qashtu kom një. Qëtë periudë, shqiptarët kanë fillu mi gëzu do farë drejtash. Shkollimit, flamurit, tutimit, marrëdhënieve me Shqipni, kanë fillu e pak do integrime, edhe intelektualisht ka fillu populli shqiptar me u shkollu me të madhe, mendoj që e kanë shfrydzu koza mirë, unë s'po du këto mi alun meritat bes Titës, jo, se Tita, po me gjithate si periudë kohore, kjo nxjihet një farë, nëse muj mi thonë një farë i lindje dytë, se për herë të parë shqiptarët fillojmë vrullshëm me u shkollu e me dalë jashtë e me u arsimue. A ndonë mendimin? Qëra në kë, Tita ka onë që ato dhe Tita e kalon që të drejta dhe koni Berisha Babujakut Halile ka posemnin mas me u konë pak. Edhe ajë ta shpesh shkomi pe Dent Mitrovic, një qash zikun, edhe ndonë edhe gjallë e registrën në shkollë. Qështë ka emnin, qështë bëjemnin, qështë ka thonë Halili. Edhe ka registru edhe ka marrë mësimin aty dhe konë mësues. E tash, me kërkona e ndaj ty në qa që i agresiv, nuk e këllon bërë në Shaba Bujakut, Vlaj Asmani të konë, Asmani komandant, tyve në kilon me shkollu, po së konë qaqë agresivë në shqiptarë, edhe këta tjerë që kanë mujtë me marrë pjesë, më smelon me i aty dhe që kanë gjyhë me Mitrovica kusho Halili, se ty me në ashtë dhe nuk e këshin lonë. Se unë e di që i kanë thonë dhe mos ma thërë që lonin se ne prish. Po. A? Po. E tash. Po mi po ato s'kanë mujtë me jetu, mirë e ka që punën, që di ka dhe djelë. Bacalit, kë zhvillim i shqiptarëve, kë shkollim, kë përparim që filloj me të madhe i shqiptarëve në Kosovë, ku i përfshinte edhe shqiptarët e pjesë të Macedonisë të Malit, Zijet, Presheve se vishin u shkollojshin Prishtinë, u arsimojshin, ju pengoj sërbëve shumë. Ke halë në sy edhe mas në gjarive demonstratave të 81, ata aplikun në regjim shumë tegër, po thomë tash Serbia dhe pse u konë ish Jugoslavia, po krejt me iniciativat Serbisë. Edhe ky zhvillim filloj mi pengue në përgjësi regjimet sërbë që në përmes ish Jugoslavisë filloj mi shpall ato gjendje të jashtëzakonshme, segregacioni, mas vitit 81 mandej deri në vitin 89 ku e rënoj autonomin me tanksa dhe definitivisht shqiptarët metën pa të drejta, në emën kështesh Jugoslavisë, po aty iniciative në merke Serbia më përgjithësi.
Qysh e spjegonu se çka mon mend për këtë periudhë prej demonstrata vitit 81 deri në 89 kur u rënu autonomia, do me thonë, edhe me tankse në përgjithësi. Mon mend ka për shumë se unë e kom thash 4 vllazëri, po një ma morën që ke e konë demonstrat, a një kusheri. Shqiptarët e kanë marrë. Po. Edhe tash nuk e rehen laun e lëshuan. Mirë po tash, atë kushirin e rehen pak. Hajtë në dërku, i kapën apet. Më thonë mas një. Edhe sërda i dhe 34. E u bona ma akun e shkova, me shkun për dhja. Ku dalë të glamniku, që vishin do kire të shkive. Po shikë që shafort, gjomën të thyme, do sene. Edhe një shkom tha, o që shamë në më thashë ju. Shkoj. Kër e vjen, hoqë një shefësi, me një fistë murë, tërë, në alot, do, sa shfoll. Tha, ku po shëtë është po dhja? Hirë, shumë të mirë shqypë, që Krishtut, që më dofësha, atërë në kishë marrë këmi po Krishtut, thotë. Po. Edhe, jenë ke, tha, po më gjithë, ashtë ju. Tha, unë jam, është një shefë, tha, qishtë, tha, po përshkojnë po dhja, tha, se hala ka ma. E te, tha, që dhënë qishtë, që 3 ditë një vlasëm ka, tha, jo që po më dhimet, po mos të tjetë dikon me varros, dikon. Sa i përse ta u shkua. Rënash, tha, edhe në që shkum, ku shkum po dhja, a ishtë drype, unë e pejkeri, a hini në komonë. Në komonë thonë aty, thonë, që shkom pa, Gjemshit Duri që ka hy në sabah. E shkojnë shkirt me qitë për jashtë edhe me vra, me rekutua që shënë. Kyjtë për fatë mirë qëllën, tak. Edhe bërtet dhe u qëtë letën e u qëtë altin me qëkërk. Atë nuk ma kini dhonë ju, po ma ka dhonë felant. Atë edhe dilni ju jashtë të kyj heqë. 4 po më dhukët, mos ka bosh. Edhe dalin. Gjemshit Duri që atë që e pështonë. E mo të një aty a ditë që kom po. Po një e vaqë qështë. Pej dhe bajqinë që të konë dhe daj. Më shko këtha hojë, dhe shkoj poshtë dhe Gjemshit Duri që. Të në në vlavën e gjithë dhe shajtë e për shpje, tha ju. A i kusherin tha, po me baltin, tha, shte ka me vetë. Mishti një dorë, mundë të shuva poshtë. Edhe nuk jallash, mos me 3 jallash. Që thësha vërët dikone, po vërët ne jo tjetë për afaje. Edhe unë, hajde për shpi, hajde tha, të zvi vëlloj kur, dhe që shërët, natë nesë të tërë. A i kusherin majtën bërë vëlla kodja. Qajro edhe prishën edhe disë. Bacalit, për këtë periudhë, si po flasim, shqiptarët kanë qenë për institucione, do më thonë kanë qenë punë prej federate, në republike, në policie, në ushtrije, gjithka. Mendimi jëtë personal, ti vetë, që që ke parë rolin e Fadil Hoxhës për shqiptarën në qëtë periudhë deri në fund? Si mas thonë, edhe si mas dhe se beba që i kum pas lidhje me ta, unë ham dhe më qila pashtis, për qëllë që tyne, për qëllë që dërtirve, Fadilin guzimtar sa duesh, Fadili drejt sa duesh. I livdojk edhe një dy, po jam ne u kom harrua. Ashtu që po du më nuk ka fjallë të ligë për të qaqë. Po ka fjallë të ligë ma shumë me ne bomë bërlogë, që se mbrejtëm hecë. Bacalit, po vim të vitit 89-90, u rënu autonomia Kosovës, shqiptarët i upën tëna drejtat, në anën tjetër filloj një farë rryme edhe në Evropë, një farë çlirimi politik, një farë pluralizmi me formu parti, dhe shqiptarët metën, me thonë rrugë. Po. Dul në lëvizje e re, me emnin Lidhja Demokratike Kosovës, në kry me Ibrahim Rugovën, që në fund vitit 89, në vitin 90-91 deri në lufte, mas lufte, edhe sot kur po flasim ekziston, qysh e vlerëson qatë mobilizim të popullit
edhe në organizim në këtë parti me një udhëhec të panjoftën për popull deri vonë. Tash një shtresë e ka njoftë intelektual të shkrimtarët, po populli gjithashtu Ibrahim Rugova nuk e ka njoftë. Qysh shpjegohet si qatë shumë i besun, edhe qysh shpjegohet si mas krejt kësaj 4 ure ku fillun mi da shkollat, segregacion, helmime, vrasje, burgosje, qysh e shpjegon qëtë periud edhe këtë mobilizim të popullit në Kosovë? Në atë kohë populli konë populli një vend qështë. Mi po janë në bërë do rryma qysh i ke pover, atë nuk patën levadiqas, bile sa ke kërë Rahmetli, s'patën levardi, po desh kë, tash janë hybë levardi atë. Se sot të shkonaj, sot qështu të hybënesh. Po flasim për atë periud, qysh e shpjegon dhe me thonë qatë organizim të popullit si mbas teje? Organizimi konë i shkëllqyshëm. Pasha zëtën konë atëherë lidhe shumë e mirë. Shumë e mirë konë lidhe, shumë e mirë, shumë. Dhe në këtë kohë fjala vjen kanë qenë përjashtuar shqiptarët për shkollës, për shëndetësisë, për policisë, për punë e krejt, dhe fillun shqiptarët vetë me organizu jetën, me arsim, me shëndetësime, që s'mbahet mend kërkun. Jo, valla. Këtu në vështrit, qysh e ka përjetu vështria këtë farë ndryshimit të madhe, këtë përkrahje? Nuk di që më thonë vështrit, ka gja mirë u shkua. Jënë konë do dheza ka gjatë mirë. A i mban mend në një? Për Muljaku që ka pasarë? Bajram Muljaku. Bajram Muljaku. Ajzer Krasniqi. Ajzer Krasniqi, ajo konë numër 1 Ajzer Krasniqi. I dëmnisti Zekall. Po Zekalli. Edhe ajo konë satë. Po të në tjere, ka pasë shumë. Po qysh ma kanë thonë, jo që e kom sebeb, sikur nazmi, po pova, kush s'ka nga, as kush s'ka veprova. Kush s'ka nga, as kush kuzimtar që ashtu në vështri konë sa. Ajo konë të rrugova shumë herë. Bacale, deri në këtë periud, shqiptarët kanë qenë pak të organizumë, do farë organizatash kështu si ilegale, marksiste, leniniste, enveriste, ka pas ideologi shumë. Qysh i ke pa te dhe populli këto sende? Me gjithate kanë punu për qashti kombëtare. Do kanë punu me gojë, do me zemër, do me hile. Fi se billa me zemër pak kanë punua. So me moj men edhe dëm dhe mo që kur në burg, e u konë me Sadik Maljoku që të i majocit, baba jam edhe me i si bëfësit, i në shku me në gjitë flamurat në përvema. Mitërvis. Baba ka unë në hypin gjami se e majleti, minare. Një kësisit ka unë në vëzët janë gjësë, Sadik ka unë jo në vëzët e ti tutësh, Sadik Maljoku. A i ka unë ali për se unë. E nëse i kanë gjitë flamurat, ta, në atë kohë, kur e shku në Beograd, janë lish e kanë po flamurin. Qysh besë e kënë po. Këto se kanë po. Gjamish në 2 ditë se kanë po. Dikush ka thotë gjë, ka edhe o shkuat. E po në më thonë që shumë jënë konë një vend, po shumë ka pas edhe ka pak jetë bashkë. Qysh e vlerëson emnin edhe figurën e Adem Demaçit? Unë që kom edhe të asaj krahi mu më do këtë shumë i sukses, shumë o konë, shumë i mirë o konë. Jo që kom nejtë me Demacin, jo që në gja, dhe që mas vepa, që mas shumë, që mas punëve. Shabashala i le tonë që ka nejtë me ta, me Shabashala kom nejtë. Shumë kom nejtë me Shabanin, që atë u dhe ka pasë, për unë kom nejtë pa u, me që shëtë që babës, jo e jemi. E po do më thonë që nuk ka bo vrejt e kush që më thonë Demaqi që shto. Në këtë periud, si që thamë ma herët pak, lindi kjo lëvizja që u formësu si Parti Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe do farë organizma tjerë, Këshilli për mbrojtjen e drejtave lirive të njeriut, sindikata e pavarun, do parti tjera të vogla e krejt, po me gjithate populli votën ja dha, edhe populli e përkrahi, edhe shumë ke unik rreth një figure që emnin e ka Ibrahim Rugova. Cili është mendimi yt për Ibrahim Rugova? Unë nuk di që
O njeri, bon diçka për Brejmë Rëgovën dëshime. Nuk di. Vallaj me konë sanë sëtë dhe në zali sëtë para dushe mojë. Pse? A pse o konë njeri drejt njeri mirë. Mirë po edhe ty me konë sanë, nuk lo me e shkorë. Që ke përkrah edhe ke mbërë gjithë Brejmë Rëgovën edhe nonën e ti edhe nonën tonë. Po Allah e ramet bo shpirtyne që ke në ro dhe ti edhe aj edhe aj. Faleminderit shumë. Se ju që keni hje ka të shpirt Brahimit. A ke taku në eri Brejmë Rëgovën? Jo, këso... Vetë se ke taku? Jo, Allah, jo. E qysh, pse i ke besu ka shumë? Pse kanë besu popli shumë... Pse qysh i ka besu? I kanë besu si njeri, si patriot, si adetar. Një kusheri jam i ka punua në Kaptuntina atje. Edhe kësha unë njone a peshet që shfithët po. Atë qaj është shpia Brejmë Rëgovës. Atë që aty ja kanë prej babën që shtu që kënej, që shtu që kënej. E tash edhe në dha një farë dhivdje në dajti. E më hyni halen huj. Edhe kaldoj vetën. E kaldoj vetën kështu Brejmë Rëgovës. Bacalit, ty shku ma tutje, politika ati e ndërkombëtarizoj çështjen e Kosovës, e qoj Kosovën Këshill të Sigurimit, në lidhje me Amerikë, në properendim, qysh edhe babgjysh edhe jyti, kanë qenë gjithë e reote që flota e 6, e flota e 6 të konë Amerika. Edhe e pruni Kosovën në tavolinat më të larta botnore. Megjithatë edhe një farë miti i plumit ka ekzistu, një farë rezerve, një farë konservimi i shpirtit luftarak, edhe me pushke, me pluma, kundër regjimit e Serbisë, popullit i Arderit qëtu, po edhe porosit e Rrugovës që me ru paqen e qetësin po kur të vjen të shtëpia, pragun e shtëpisë, se cili e rune duhet me ru. Qysh e vlerëson luftën e fundit edhe a mendon ti që ka lind edhe ka zhvillu aktivitet kjo popullat në përmes kësaj lufte në momentin e duhur? Iniciativa tina, edhe popull njësa, popull që janë popull, e kanë gua edhe i kanë punu dësene. Që unë e di me emën e me bjemen, 3 vetë në shkutura me të lija, i kanë thonë, qa me bo kështu. Qa po dëni, me ka luftë, qërë plagun e shpisër uja. Një që i bosit lapit, një për divës, një që kirasë. Edhe, pragun e uruja. Dhe ka luftë, që jam për luftë. E tash, e kanë përka tonë këtë fjali, tonë e kanë përka këtë muhabet. E po du më unë që me këllkona i budalë kështë tonë kallë. Kush me kallë? Kush me kallë? Jënë dhe farë sanës, por na jemi pak shqiptarë të ullacum, një pjesë. Pse? Pse vëllaj, po se me konë t'i zërti ta kombinati. Konë qefune me konë, zërti. A qështu? Unë e moderoj tash këtë emision, mendimet i lypi për teje. Po më intereson krejt kjo luft që u bo një luft e mesme, me gjithate, u bo një luft që në histori nuk mbahet mend, na kem luftu shumë e kem hub gjithë, e sapet i kem bo masani. Me gjithate kjo luft përfundoj me sukses sepse na u qlirum, edhe me ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare edhe me NATO në krejt. Po, si simbol sot që përmendet është familja Jashari, e Shabani, e Hamza, po kjo personifikohet me emrin e Adem Jashari. Cili është mendimi jot për këtë luftë edhe për këtë njeri? I lëmi familja, i lëmi e për veti. Si ja e mu, po që me bu tash, pak, po për dhinë dhe po për popull shqiptar, u kry ma veti. Popull shqiptar, qanë dhjatë ma mirë s'kishin mujtë me gjithë se qita, për mua, për me ndër temen. A jem na ka inderojmë këto figura? Jo, Allah i fijen. Jo, ma qfarë, bërë. Jemi ka i shqipëm. Mirë po dhe një bërë thëmë, që nuk është veç pej neve për shemëll, po Jashar të kanë ligë pak vetën,
që ishin një kryetar. Politik që u murë. Politik. E së duhet me fi. Unë menimi jam. Nuk u duhet me hi. Se jashat janë kuku për neve. Se unë im konë ka në Reçak. Po. Në rrimi im konë qaninëve, atje jënë va qashtu atën. Shqiton, ku mujtë me konë edhe në Evram, ku mujtë edhe dikosh. A ky me 20-30 antarë për pjetë, më vra, më shmja ditë leftën familja tina gjallë, e me hinë loj, së dukë. Se kjo nuk o loj e mija. Sa loj e mija. Qëri fote përshes, në për të bime, në për mësteset kam, ka kur fjallë likshlet. Po. Bravo i qoftë. A, pa tash. Allah li koftë. Po, a i shenë gënë ato, a i e une, tje. Qashtu që... Shanë dhjatë, vetën sënë banë, pa posë një përkahje, pa posë një manquri tjetër. Duhet me posë, një dikon me ditë me të këshilu ma mirë se vetë i këshilu vetën. Po mirë, po Ademi ka këshilu vetën, mas pare ka marrë vetën sa trim, parën pikë, dytën pikë ka përkahi vlajën e qëtirët, të në hajde këtë familja, se qëre me kënë përka Ademin edhe popëllë rrethi vetë, nuk ishë bo bashkështë. Ata dekën po ata ishin qëfë gjysha. Se me bo organizim, po përjashtim një, i dëbosit me vlla ka nga, ato kanë vroj vllaj e plagum sot. Bacalit, për krejt këto që a folëm deri tash, edhe për krejt historinë tonde, e ato që ati ke pa me sy e një me vesh, e përjetu vetë, sot Kosova është një shtet i pavarën, jem të slirum. Kemi të lashe, kemi probleme me shtetësie, me krejt. A je i knaqën ti edhe është Kosova kam ri, që aty ku ti edhe e ke prit, apo menon që ka halo sene që nuk janë arrite që duhet me punu halo, këgja shumë miqit në binarë. Vinë botë disa të liga, me kanë folë për para diçka, që për Gjemal Mustafën e kish hongër. Sa da shtë nashta isha Allah s'ka, me zvallohi, mos me konë që aja, halë ku shumë flasin. Po bënd që atë bëj këtë e të mramës. Halë ku tutën, unë për vetë i tutën, së unë s'kam kërkan, në kam një familje të vogël, tonë me vratë gjo Kosova kështë ty ven jetë, po mirë po nuk konë regull, me hongër njerin për zalli, nuk konë regull. Me shkel... Për kënë e ki fjallën? Për që të përparësit përbashme. Sot jashartë ku janë, me shkel gjakun e tina, e vetë për kom shef. Qërë këtu krejtë, leme janë, shkryme janë, nuk janë qiken me njës. Jo, me di unë e shumë vështre, po halë ku pritin me full, po në ashtë ata janë dekë, shgudzojnë me full mo, edhe shgudzojnë me vra mo. Pse kush me ndonë që i ka vro? Kush me ndonë? Edhe për kënë e ki fjallën të vramë, kush? Veprimtarët e lidhës demokratike të Kosovës? Po, Gjemal Mustafën, këtë gazetarin që tu, sa Shef ke Popova? Sa ushtarin, sa komandantin, kush i vërë, unë me level hasi këm vra. Unë të ashtut na, po shumë tut asë atër, po shumë ditë se shumë pas shkrem. Se marra ma unë se tutën se këm gjoftë. Ka pa mësu bova mësë më tutë, sa i su tutë, kjo ishme të përlajke. Kur se kështë gale, shumë më nunë me lidhë në barë. Një sabale, aty vendëm lidhë. Për kur e ki fjallën? Për në ditë marshalticë, humanizmin. Aty vendëm lidhë. Da e vetë aty tha, mobe më se në shirabe, mi bërë të të sërbesh. Borë tha, kur dalë sa ka këta ledhën, tha, që të ty vendëm lidhe. Unë aty, i ri po aty, e tash, me më lidhë, sa s'ka laj s'moj, se s'ja marrë ftyrën babë, sa s'ma dryshët. Bacalit, në që kohën e fundit, dhe më tonë,
Në skemli që i thot populli një farë fjallë në karrik Po. të shtetit, është një djalë i ri, një lider i ri që ka dalë që ka emnin Albin Kurti. Cili o mendimi jëtë për to? Vëllohi mendimi janë, inshallah ro Zoti, inshallah se në rëmet, inshallah se ro kojnë, se njerë për njerë mirë të shkua, se qëre unë qatë në kafe rika, erë njoni tha, gjo zhynë thash, për ti zhynë për mu i mirë, se? Kur jenë dalë shqiptarët për të muslimit, kur jenë dalë, tash unë vetë jem dalë, Thash, gati ti të burë. Ashe ti për më përzuën të thash, po nejse ti e ju të jo. është puna që njerë për njerë gosë e mire i ka më s'pas të kojë. Cilat janë senet e mira ti? Senet e mira tina që shumë për përkra edhe për man Mitrovicën s'felshon. Mitrovicën veç, tanë në kanë shu kësë qëj. Me marrëdhënie raporte me Amerikë? Po thonë mire ka, nuk e di. Nuk po thojnë bash mirë që i ka. A e thua? Po allojnë, po thojnë që pi cakron ka herë fjallët me ta. A ti po mendon që me gjithat e mirë i ka, po? Po. Po mendoj se qyre, edhe pak pa i cakron me dikan nuk mund është me ndrejsh ponë. A po thuj që edhe që pi cakron mirë i ka, na? Nuk o keqë. Nuk o keqë. Bash, kur të handën mi vetë i del diqa. E mirë është anej. E po maj mëtë që Amerika se qënë. Bacalit, Zotit adha shnetën, Amen, ja, bje dhe juve. e rënëfsh edhe i 100 vjetë, Jo ishala, ja është të mo. se ti ki alo edhe me thonë edhe me dhonë. Falënderës shumë për këtë bashkëbisedim edhe për krejt që ke bo për Kosovë e për krejt ato hjeka që i fole me ty e me familje bashkë. Zotit rujtë. Zotë nërët edhe juve, Zotë edhe shnet me gjithë këtë kamermonin e këtë cecëlishën që më hupi amnja. Shukrina, Shukrine, se këta i kom posë edhe kojshia dhe këta i kom posë edhe unë e kom mojtë për këta s'madin. po thua, Po, valla se. shukri për quku të adin, valla, në kovë qaj shukria që e njohune. Pasha Zotit se di. E kënë gjëft la. Lojnë. E tjetërin? A? Të kune kanë liftur, maltem, që me liftur qëtë. Kur i kanë gjuhë mu me shkjet, lojë ka kope i ka gjuhë, ja u ka këthyë. Për luftën e fundit, po Për flet. luftën i qubat, A balishta. cubat në kohën e partizanve, po. Në hymja. Balishta. Balishta. E tash, i bëtet komandant, tash më në hupi dëra. Ditë njëna. Hinë të tëri, qëllë konë ku marru. Këta i ku mojtëna. Zotit rujtë, e falenderit shumë, baca. Me nërkofshi, e Zotë ju pakoft edhe juve, e shumë faleminderit edhe pe juve, e inshallah një mirë gjithë pe juve, e s'ka i shumë. Shumë falenderit, Zotit rujtë e tepë shnetën. Inshallah të nëve, Shumë falenderit. shumë. Shikus nderuar, i kursyër pak nga nostalgjia dhe emocioni për një bashkëbisedim nga një vend ndër më të vjetrit në region Vushtri, nuk mundem për mos të thënë që prapavia, skena në përgjithësi e reliktit shumë të rëndësishëm i kohnave djetra urës gurit të Vushtris është simbolik në veti. Kur kësaj t'ja shtojmë edhe këtë rrëfim të një njeriu me gjithë këto përjetime, atëre e kompletojnë në përgjithësi qëllimin e këtij emisioni. Pleqt e urtë të Kosovës. Shikues nderuar, këtu po e përfundojmë këtë emision duke i rikujtuar se emisionet i keni në KTV, Koha Vizion, dhe në platformën Arta. Me fillim në ora 21 çdo të shtundë dhe reprizat të nesërmen në ora 17. Po ashtu për ata që ju ka shpëtue emisioni pa e pa, mund të shohin në kanalin e autorit Fakte me Adnan Mirovcin, të cilin juftoj ata që se kanë bo dhe një tani subscribe ose aboniren, si që tojnë Gjermani, le ta bojnë këtë. Mos të harrojmë ata që e mundsojnë në realizimin e këtij emisioni.
Dhe këta janë ujë rrugove, vipacips, medica dhe fibula. Mirupafshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga ujë rrugove Medica dhe Vipacips.